wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Allahu thot në Kur'an, kush e ka bërë shirk me Allahu xhallahu shanu, edhe duke bërë shirka është i vdekur në moment, domethënë duke qenë mushrik ka i vdekur ai, Allahu ka bërë haram, është ndaluar xhennet për atë. Wa ma'wahu an-nar, dhe vendi qëndrimi i tij është përhershëm zjarri i Jahannam. Wa bi'sa masal zalimin. Dhe Allahu xhallahu shanu thot atia që kjo është vendi më i keq për njerëzit që janë zulumçar. Edhe zulmi më i madhi Allahu xhallahu shanu ka konsideruar në librin e tij shirku me Allahu xhallahu shanu. Zulm, padrejsi çfarë është vëllezër? Padrejsia është wad'u shay ila ghairi mahallihi. Në gjuhën arabe thon padrejsia është vendosja një gjë, ja suzat që janë për të veshur në syrë në vesh brapa. Kjo është padrejsia me suzat. Ushqimi që është për të ngrënë, hedhemi, kurse beturinat ose papastërti që janë për të hedhur, ti do hash atë. Atëherë, padrejsia më e madhe është që ti nuk njeh krijuesin e tënd, Allahun madhruar, edhe ti bën shirk me atë. Prandaj ai është gjunahu më i madh. Edhe Allahu xhallahu shanu në dunia na ka këshilluar krijuesi dukshëm, krijuesi real është Allahu madhruar. Po krijuesi dukshëm ose sababu i dukshëm që na ka sjell në dunia janë prindërt ton. Edhe Allahu xhallahu shanu çfarë thot? Luqman alayhi salatu wassalam është duke e këshilluar djalin e tij. Edhe atij na këshilla Luqmani alayhi salatu wassalam është një këshilla wa in